vetëm në këtë video si të zbulosh potencialin, pasionin dhe profesionin e ardhshëm. Kur i pyet njerëzit në Ballkan se si do të gjejnë një punë dhe çfarë do të bëjnë pas shkollës, disa thonë kanë një të afërm të pozicionuar mirë, ose dikon në parti, kështu që do të marrë diçka diku përmes këtyre lidhjeve. Disa të tjerë zgjedhin rrugë të shkurtër, duke hyrë në krim, kontrabandë, mashtrim, por me rrezikun që gjithçka mund të përfundojë shumë shpejt dhe shumë tragjikisht. E disa të tjerë thjesht nuk duan të punojnë dhe zgjidhin këtë çështje me një martesë të mirë. Megjithatë, a sjell kjo në të vërtetë lumturi, kënaqësi dhe shfrytëzim të plot të potencialit tënd? 46% adoleshentëve, 13 deri në 18 vjeç, mendojnë se lumturia në punë është më e rëndësishme se paga e lartë, ndërsa mbështetja për shëndetin mendor është një temë kyçe. Me fjalë të tjera, gjenerata Z i jep përparësi kuptimit, qëllimit dhe lumturisë në punë mbi pagën e lartë. Ndoshta pikërisht për këtë disa thonë por, a është pasioni e vetmja gjë e rëndësishme dhe mjaftueshme? Modeli japonez, Ikigai, ndoshta na jep një përgjigje të qartë. Thelbi i Ikigait është të gjesh balancën midis 4 gjërave. Ajo që do, pasioni, ajo në të cilën ti je i mirë, talenti apo aftësitë, ajo që duhet botës, kontributi. Ajo për të cilën mund të paguhesh, profesioni. Ikigai është vendi ku këto 4 fusha mbi vendosen. Është kuptimi që jep motivim për të zgjuar në mëngjes dhe për të bërë diçka që të plotëson, por ka vlerë për ty dhe për të tjerët. Si të zbulosh atë që të intereson vërtet? Ja, disa hapa konkret. Eksploro, bëj vullnetarizëm, shko në praktika, projekte, seminare, kurse, madje dhe udhëtime. Provo hobi të reja. Vetëm kur të provosh, do ta kuptosh çfarë të klikon dhe ku të rre zemra. Self-reflection, bëj pyetje vetes. Çfarë do bëja edhe nëse dikush nuk më të paguante? Në çfarë më thon njerëzit se jam i mirë? Cilat janë temat që më tërheqin aq shumë sa unë harroj kohën? Këshillim karriere, flit me një këshilltar karriere, psikolog shkolle, apo bëj teste online për personalitetin dhe karrierën që do të tregojnë në cilat fushë mund të shkëlqesh natyrshëm. Ndrish tegun e punës. Bota po ndryshon shumë shpejt. Disa profesione po zhduken, të tjera po shfaqen. Kujto vetëm si AI dhe ChatGPT nuk ekzistonin disa vite më parë. Ndiq Start.study, portale, podcaste, panajire pune dhe Starfest, ti të hapura në fakultete, job fairs dhe të tjera. Njihu me njerëz nga fusha të ndryshme. Kur të ngushtosh zgjedhjen, flit me ata që bëjnë atë punë. Për shembull, do IT, shko në IT Meetups, konferencë apo hackathon. Shiko industrinë nga afër. Eksperimento. Ideja e parë, radhësh përfundimtare. Është në rregull të ndryshosh drejtimin kur ta njohësh më mirë veten edhe tregun. Dhe kjo do të ndryshojë gjatë gjithë jetës. Për ta përmbledhur, është e rëndësishme të njohësh fillimisht veten, pastaj të vendosësh qëllime dhe të caktosh hapat, sepse në fund varet nga ti nëse do të jetosh si këto zonjat në rreshtin e parë, të dytë apo të tretë.